Faktikisht arabët e kanë pas konsumuar shumë verën, domethënë me të gjitha llojet e format e saj, domethënë pothuajse të gjitha frutet ata i kthenin në verë. Misrin, pra e kthenin pije dehse, rushin e kthenin pije dehse, elbin e kthenin në pije dehse, edhe shumë të gjëra të tjera, domethënë hurmën e kthenin në pije dehse. Domethënë ka qenë shumë i njohur. Aq i njohur ka qenë. Duke ne dhe mjaltin e kanë pas bërë lirët, alkool. Po. Edhe shumë fruta të tjera. Po disa lloje domethënë. Madje, pra, domethënë kur është ndaluar, le të themi vera, ato ditë rrugicat e Medinës, sokaqet e Medinës kanë qenë të mbushura dhe njerëzit kanë ecur në balt. Aq shumë është konsumuar dhe aq shumë është përdorur. Si u prit? Normalisht që është pritur, domethënë me një pranim të menjëhershëm. Njëri për shokëve të pejgamberit sa thotë ishim ulur në një drek thotë, po hajshim, po pishim dhe kishim verë, duke pirë verë. Thotë dhe ai tellalli kalonte nëpër rrugicat e Medinës dhe thoshte Allahu dhe i dërguari i tij e kanë ndaluar verën deri në ditë kiametit. Thotë dikush prej nesh po e merrte, dikush e kishte në dorë dhe dikush e kishte në gojë. Thotë vetëm dëgjuam zërin, ai që e kishte në gojë e nxorri që mund ta çonte poshtë, ai që e kishte në dorë e la dhe ai që po e kishte drejtuar dorën drejt asaj nuk e tërhoqi. Dhe kanë nes njerëzit disa ditë, domethënë në baltën e verës dhe të alkoolit derdhë. Pra